Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ku jemi së bashku në takimin tonë përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 16 gusht dhe Kishën Ortodokse në këtë datë që bie dhe ditë e diel, që është dita e Zotit, dita e bashkimit të Zotit me popullin e Perëndis, me ne të krishterë ortodoks në kishë, në liturgjinë ynore, në misterin e falënderimit ynor. Dhe në këtë ditë, brenda liturgjisë ynore, na nxit kisha të lexojmë nga letra e parë e apostullit parë bizeruar Korintaseve, kapitulli 9, vargu 2 deri në vargun 12. Le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas etrave. Në qoftë se për të tjerë nuk jam apostull, së paku për ju unë jam, sepse ju jeni vula e apostullimit tim në Zotin. Kjo është mbrojtja ime ndaj atyre që më hetojnë. A nuk kemi dhe ne të drejtë të hamë të pim? A nuk kemi dhe ne të drejtë të marrim me vete një bashorte që të jetë motër në besim, sikurse edhe apostujt e tjerë dhe vëllezërit e Zotit dhe Kefa? Apo vetëm unë dhe Barnaba nuk kemi të drejtë të mos punojmë? Kush vallë shkon në luftë me shpenzimet e veta? Kush mbjell varesht dhe nuk ka nga fruti i tij? Kush kullot një tuvë dhe nuk ka nga qumshti i tufës? A i them këto si njeri? A nuk i thot këto edhe ligji? Sepse në ligjin e Mojsiut të shkruar, mos ja lidh gojën kaull që shin. A u merr ka Perëndia me qetë vallë? Apo e thot këtë për ne? Vërtet, për ne janë shkruar, sepse kush liron duhet liroj me shpresë, dhe kush shin duhet shi me shpresë që të marr atë që shpreson. Nëse ne kemi mbjell midis jush gjëra frymore, a është gjë e madhe nëse korrim të mira tuaj materiale? Në qoftë se të tjerë kanë pjesë të kësaj të drejtë me ju, a nuk do të kishim ne shumë më tepër, po ne nuk i përdorim këto të drejtë, por durojmë çdo gjë për të mos i vënë asnjë pengesë ungjillit të Krishtit. Pra, kjo është pjesa që lexuam sot në datën 16 gusht, letra e parë apostullit parë drejtuar Korint, kapitulli 9, vargu 2 deri në vargun 12. Në këtë letër, si do shikojmë dhe më poshtë, ose në këtë pjesë të kësaj letre, apostulli Paul mbron apostullimin e tij dhe në të njëjtën kohë shpjegon një parim shumë të rëndësishëm. Shërbëtori i ungjillit ka të drejtë të mbështeten nga ata të cilëve u shërben, pra u parap ungjillin. Por dashuria mund ta bëjë atë të hiq dorë vullnetarisht nga kjo drejtë për hir të ungjillit, siç e shikojmë edhe tek apostulli Pavli. Por fillojmë të lexojmë vargun e parë, që është vargu 2 i këtij kapitulli. Në qoftë se për tjerët nuk janë apostull, së paku për ju jam, sepse ju jeni vula e apostullimit tim. Apostulli Pavli po drejtohet Korintazve që po vënë në dyshim autoritetin e tij apostolik, sepse në Korint kishin ardhur si them apostuj jo të vërtet, apostuj të rem, dhe kështu kishte filluar dyshimi për apostullimin e apostullit Pavlit. Por ishte apostulli Pavli që kishte themeluar kishën e Korintit. Ai nuk po thotë thjesht un kam një titull, argumenti i tij është më i fortë si i atyre që vinin gjoja me tituj, sepse vetë ekzistenca e kishës së Korintit është dëshmi e apostullimit të tij. Ai vazhdon, ju jeni vula e apostullimit tim në Zotin, një vulë konfirmon autenticitetin e një dokumenti, kështu që Korintasit janë në një farë mënyrë vula e gjallë që dëshmon se apostulli Pavli është dërguar nga Krishti dhe jo nga vetja siç ishin këta apostuj të rem. Etrit, sidomos në traditën patristike të komentit të letrave të apostullit Pavlit, e shohin këtë jo si një mburje, por si mbrojtje një shërbese që u shërben të tjerëve. Apostulli Pavli nuk kërkon lavdi personale, ai mbron autoritetin që i është dhënë për ndërtimin e kishës. Edhe sot një shërbëtor i vërtet nuk mbatet vetëm nga titulli që mban, por dhe nga frytet që lë pas. Njerëz që afrohen me Krishtin, pendohen, rriten dhe në besim dhe ndërtohen në dashuri. Këta pra janë letra kredenciale që vërteton se ky njeri është i dërguar nga Zoti, jo thjesht në formë institucionale, por i thirrur dhe i drejtuar nga Shpirti i Shenjtë, ashtu siç ishte edhe apostulli Pavli. Jemi në vargun e 3. Kjo është mbrojtja ime ndaj atyre që më hetojnë. Apostulli thotë kjo është përgjigjja ime ndaj kritikëve të mi ose hetuesve të mi. Vëmre diçka të rëndësishme. Ai nuk i përgjigjet akuzës me zemërim, por me argument. Në kishën e hershme ky parim ishte shumë i rëndësishëm. Një episkop, një presbiter apo mësues nuk do të kërkojë autoritetin e vet, por duhet në gjendje ta justifikojë shërbesën e tij përpara kishës, dhe kjo bëhet duke treguar veprat. Edhe sot, kur dikush na kritikon për besimin ose shërbimin ton, pyetja nuk është si ti mbyll gojën, por a mund të dëshmoj jeta ime atë që po them që unë jam vërtet
një shërbyes i Zotit, i kishës, pra a ka më fryt e besimit, që do të thot, a ka besimtar të cilët u bën besimtar për shkak të shërbesës time si klerik ose laik, varet sipas thirrjes dhe statusit që kemi. Jemi në vargun e 4. A nuk kemi edhe ne të drejtë të ham e të pim? Këtu fillon argumenti mbi të drejtat e apostujve. Apostull Pavli dhe Barnaba kishin të drejtë të merrnin mbështetje materiale, ekonomike nga komuniteti që i shërbenin, siç ishte edhe Korintasit. Pavli nuk po thotë se një apostull duhet të jetë patjetër i varfër. Kjo është e rëndësishme sepse krishterimi nuk mëson se marrja e një mbështetje të drejtë për shërbesën është në vetvete diçka e gabuar. Sepse ky është një parim që e vendosi Krishti, ai që para ungjillit nga ungjilli do të rrojë. Kështu që edhe apostujt, të cilët nuk kishin kohë që të merreshin me profesione të tjera, sepse dita e tyre, koha e tyre, gjithë jeta e tyre ishte përkushtuar shërbesës së fjalës dhe mistereve të kishës, kështu që ata nuk mund të uleshin në një vend të kryejnë një biznes, të merrnin të ardhura për jetën e tyre, por ata jetonin me të ardhurat e tjerëve. Ashtu si dhe Krishti për 3 vjet predikoi në gjithë tokën e Izraelit, ai nuk punonte më, por u ndihmua nga lëmoshat, nga përdallimi i tjerëve, siç na përmendet edhe në Ungjil. Të njëjtën gjë, të njëjtën të drejtë kishin dhe apostujt. Por apostull Pavli e kishte hequr vetes kësaj të drejtës sepse ai punonte me duart e tij, bënte tenda, pra si them lodhesh, mundohesh që të mos bëhesh pengesë për apostullim. Por asnjëherë nuk duhet ta keq kuptojmë që nëse një klerik ose një laik që është një institucion i kishtar, ai merr të ardhura si nga institucioni, por dhe nga adhuratat e besimtarëve. Jo, kjo nuk është gabim, sepse në këtë mënyrë mbahet edhe institucioni, po mbahet edhe ata që shërbejnë në institucion. Prandaj, ky kapitull do të na tregojë diçka më thellë. Pra, të kesh një të drejtë nuk do të thotë domosdoshmërisht se duhet ta përdorësh atë ashtu siç tham, se dhe apostull Pavli nuk e përdori të drejtën për të marrë ndihmë nga kisha e Korintit ose nga kishat e tjera. Por edhe nëse ne marrim një ndihmë, siç thash, kjo nuk është gabim. Çështja është se apostull Pavli bëri diçka të veçantë dhe kjo është merita e tij. Jemi në vargun e 5. A nuk kemi dhe ne të drejtë të marrim me vete një bashorte që të jetë motër në besim, sikurse edhe apostujt e tjerë, vëllezërit e Zotit dhe Kefa? Si ti kuptojmë këtë? Apostull Pavli argumenton nga praktika e apostujve të tjerë. Ai përmend apostujt e tjerë, vëllezërit e Zotit, Kefën, domethënë Petron. Nëse këta mund të udhtonin me bashortet e tyre dhe të mbështeteshin në shërbes, Pavli pyet, a nuk kishte kjo një drejtë e tij dhe a mund t'i mohoj? Apostull Pavli nuk po argumenton kundër martesës, sepse ai kishte dëshiruar të qëndronte i virgjër ose i pamartuar, celibat. Përkundrazi, ky varg tregon se martesa e shërbëtorit të Krishtit është një realitet e njohur në kishën apostolike. Dhe apostull Petro, pari ndër apostujve, ishte i martuar, kishte një familje. Prandaj edhe kisha ortodokse është fleksibël dhe e ka lejuar shërbimin kishtar të klerikëve dhe të martuar dhe të pamartuar. Por episkopët janë të pamartuar siç u vendos në shekullin e 4, sepse jo për një arsye që martesa është diçka më e ulët në shenjtë të ri, por që episkopi i cili mbikëqyr kishën dhe ka në jurisdiksion provat e kishës, këto për shkak dobësisë njerëzore mos ja trashëgoj familjes tij. Jo se një prift i martuar është më pak i shenjtë se një prift i pamartuar. Sepse shikojmë se edhe midis apostujve kishte të martuar dhe të pamartuar. Etrit e hershëm e përdorin këtë pasazh edhe në diskutimin e mënyrës së jetesës së apostujve dhe drejtave të tyre, por duhet dalluar. Apostull Pavli po flet për të drejtën, jo duke urdhëruar që çdo shërbëtor të martohet. Pra, kuptohet. Apostull Pavli është duke replikuar me argumente ndaj kishës së Korintit, ndaj akuzave që ishin ngritur atij nga këta apostujt e rem që kishin manipuluar besimtarët në Korint. Kjo na mëson të mos kritikojmë rregulla njerëzore atje ku shkrimi nuk i krijon. Pra, çdo njeri ka lirinë e tij, zgjedhjen e tij edhe në shërbesën kishtare, siç thash, të pamartuar, të pamartuar, por asnjëri prej nesh nuk duhet të shikojë tjetrin si them më të ulur se veten, sidomos ata që janë të pamartuar, të martuar. Madje kisha për këtë arsye nuk e vendosi
celibatin ose murgjerin një ndër misteret e kishës, që janë 7 në kuptimin simbolik, po vendosi martesën që mos krijoj ideja e gabuar se pamartueshin më të shenjtë se të martuarit. Prandaj dhe kisha e ka vendosur martesën si një 7 mistere dhe në kishën e eshme kryej brenda liturgjisë synore për ta shenjtëruar martesën, për treguar se është një mënyrë e bekuar për të shërbyer Zotit dhe për t'u shenjtëruar, siç është edhe celibati ose mosmartesa. Por që ka një favor sepse një i pamartuar i shërben Zotin 100%, kurse një i martuar mund të shërbejë Zotit 50% ta themi, sepse do i shërbejë bashortit ose bashortet e familjes. Jemi në vargun e 6. Apo vetëm unë dhe Barnaba nuk kemi të drejtë të mos punojmë? Pavli dhe Barnaba punonin me duart e tyre, pra apostull Pavli dhe Barnaba kur ishin bashkë me njëri tjetrin edhnin tenda ose në farë mënyrë e qepnin tenda. Ai ishte pra një mjesht të çadrash, por ai nuk e shihte punën fizike si diçka që poshtron shërbesën e një apostulli, një ungjillori. Por pyetja e tij është pse duhet të jetë e detyrueshme për ne të punojmë për të siguruar jetesën, ndërkohë që të tjerët marrin mbështetje. Gjitha këto apostull Pavli bën që t'i nxjisë korintasit që të kuptojnë se ja e kanë tepruar me dyshimet ndaj apostullimit të apostull Pavlit. Kjo është një dëshmi shumë e bukur kundër dy ekstremeve. E para, shërbëtori nuk duhet mendoj se puna është nën dinjitetin e tij, por as dhe kisha nuk duhet mendoj se shërbëtori nuk meriton mbështetje ekonomike, siç argumenton dhe apostull Pavli. Jemi në vargun e 7. Kush vallë shkon në luftë me shpenzimet e veta, kush mbjell vresht dhe nuk ka nga fruti i tij, kush kullot një tufë dhe nuk ka nga qumshti i tufës. Apostull Pavli është duke përdorur 3 figura. Ushtari, ai që lufton, nuk pritet të financojë veten dhe ushqimin dhe pajisjet e luftës, por ai pranon në gatishmërinë e tij që të ndihmohet, sepse ndryshe ai nuk ka vajtur në luftë që të gjejë ushqim, por ka vajtur luftë të luftojë dhe ushqimin, pajisjet dhe të gjitha ato gjërat imediate duhet t'ia gjejnë ata që e thrasin në luftë. Po ashtu dhe bujku që mbjell bresh ka drejt të marrë nga fruti, po ashtu bariu që kujdeset për tufën ka drejt të marrë nga qumshti i saj. Argumenti që thot apostull Pavli është i thjeshtë. Nëse kjo është normale në jetën njerëzore, aq më tepër është e arsyeshme që ai që punon për të mirën shpirtërore të komunitetit marr mbështetje prej tij. Etër shpesh e lexojnë këtë në mënyrë shpirtërore. Apostulli është një ushtar, është një bujk dhe bari i Krishtit. Pra është ushtar se lufton me frymërat kundërshtare, është një bujk sepse mbjell në zemrat e besimtarëve faren e Perëndisë, është një bari që drejton dhe ruan tufën e Zotit, pra bariton, besimtarë flasim. Sot kjo është një bazë e rëndësishme për mbështetjen e të gjithë klerikëve, teologëve, katekistëve, misionarëve, të gjithë atyre që punojnë për përhapjen e ungjillit. Por ka një kufi të rëndësishëm. Ky tekst nuk justifikon luksin, lakmin apo shpenzimin financiar të besimtarëve. Ky është tepri që fatkeqësisht edhe ka ndodhur dhe kjo e bën pastaj që shërbesa klerikare ose mësimdhënies të jetë thjesht një farsë sesa një realitet, sepse kur njerëzit shikojnë që prifti jeton në luks, po ashtu teologu dhe katekisti, dhe njerëzit janë në varfëri, atëherë sa të vërteta janë fjalët dhe shërbesa e një kleriku ose laiku kur flet në emrin e Zotit, por të tjera thot dhe të tjera bën. Jemi në vargun 8 dhe 9. A i them këto si njeri, a nuk i thot këto dhe ligji, sepse në ligjin e Mojsiut është shkruar, mos i lidh gojën kaut që shin. A o merr ka Perëndia me qetë vallë? Pra, apostull Pavli tashmë i drejtohet ligjit. Dhe kur them ligjit, ai drejtohet shkrimit shenjtë. Ai nuk thot kështu mendoj unë. Ai pyet, a nuk e mëson dhe ligji i Perëndisë këtë parim? Kështu që apostull Pavli nuk ishte duke folur nga vetja e tij, ose ishte duke kundërshtuar me një logjik njerëzore, ai gjithçka e bazonte në shkrimin e shenjtë, në fjalën e Zotit. Dhe në shkrimin e shenjtë thuhet mos ja lidh gojën kaut që shin, është tek ligji i përtërir. Në kohët e lashta ka oeste mbi grurin që për të ndarë kokrën nga kallind. Ligji ndalonte që t'i vijej gojza duke penguar që të hante. Pra e lejonte kaun i cili lodhej për të shirë grurin që ai duhet hante edhe nga, si them, grurin ose kallzat e grurit. Prandaj apostull Pavli e merr këtë argument që ishte pjesë e ligjit e marrëdhënies shoqërore, por në marrëdhëniet edhe në lidhje me kafshët e punës të popullit Izraelit dhe e kthente në një argument mbrojtës. Duke thënë, a o merr ka Perëndia me qetë vallë?
nuk po thotë se Perëndia nuk kujdeset për kafshët. Përkundërzi, edhe kujdeset ndaj kafshës është pjesë e drejtësisë së tij, Perëndis. Por Apostulli Pavli sheh këtë urdhër një parim që shkon përtej kaut. Ai këtë parim aq më tepër e shikon për një shërbëtor të Zotit, që punon në kishë, në vreshtin e Zotit. Dhe ata që shërben për ti patjetër kanë detyrim që ta mbajnë. Dhe jemi në vargun 10, apo thot këtë për ne. Vërtet për ne janë shkruar, sepse kush liron duhet lëre me shpresë dhe kush shin duhet shi me shpresë që të marrë atë që shpreson. Përgjigjja e Pavlit është një mësim për ne, sepse kush liron duhet lëroj me shpresë, që do të thotë këtu shfaqe parimi i punës dhe i frytit, i shpërblimit. Ai që punon për të mbjell duhet të ketë shpresë që të korë. Po ashtu, ai që punon si klerik e laik për të mbjell në zemrat e besimtarëve farën e Ungjillit, të sjellë bekimet e Perëndis, ta shenjtëroj popullin e Perëndis, ta mësoj, ta arsyetoj, ta drejtoj. Patjetër që këto janë gjëra shpirtërore, të cilat janë shumë të vlefshme dhe nuk ka çmim që mund t'i paguash. Prandaj, në mënyrë të drejtë, besimtarët që marrin këtë shërbes, patjetër që duhet ndihmojnë nga ana materiale. Apostulli Pavli do të tregojë se e drejta dhe përdorimi së drejtës nuk janë e njëjta gjë. Kështu që ai vërtet e kishte këtë të drejtë, por ai nuk e vinte në zbatim. Por çështja është që kërkon t'i thotë Korintasve, po dhe gjithë krishterët në çdo kohë, ata nuk mund të jenë indiferent ndaj shërbesave që bëhen në kish, jo thjesht për të marrë shërbesën, por për të dhënë në mënyrë si them aq sa munden dhe me një zemër të gëzuar një lloj mirënjohje, një kthim i një pagese ose një shërbimi ndaj institucionit, ndaj klerit, ndaj laikëve që shërbejnë në kish. Është detyrim kjo, sepse marrim dhe duhet japim. Ashtu si bëjmë dhe në vende tjera, çdo gjë që nuk e marrim falas, në shumicën e gjërat i marrim me shpenzim. Pra, një shërbim duhet patjetër që të paguash, sepse kjo është marrëdhënia shoqërore midis njerëzve. Por aq më tepër kjo duhet zbatohet edhe në institucionin kishtar. Duhet t'i japim dhe e kemi detyrim shpirtërore dhe argumenton Apostulli Pavli edhe më poshtë këtë. Jemi në vargun 11 ku na thotë: në qoftë se kemi mbjellë midis jush gjërat frymore, a është gjë e madhe nëse kojmë të mirat tuaja materiale? Prandaj, këtu është tani apostulli kërkon të na thotë edhe zemrën e argumentit. Shikoni kontrastin që ai thotë. Ata dhanë për apostull Pavli dhe Barnaba dhe për gjithë apostullit. Dhe flasim për edhe deri më sot për shërbesën që bën kish nga klerikët dhe laikët. Dhanë ungjillin, mësimin, kohën, mundimin, kujdesin shpirtëror. Ata mund të merrnin nga besimtarët ushqimin, strehën, mbështetjen materiale. Pavli nuk po vendos një çmim i ungjillit, pra një shërbes bën kaq dhe tjera e tjera. Nuk thot e bleva shpëtimin tim, por ai thotë ne kemi punuar për të mirat e tua shpirtërore, është e arsyeshme që të na mbështetin në nevoja materiale. Kjo lidhet me parimin që gjendet edhe në fjalën e Isuit, siç tham, punëtori është i drejtë për pagën e vet, dhe ai që para ungjillin, nga ungjilli do të rrojë. Sot kisha duhet kujdeset për ata që punojnë në përkushtim për të mirën e saj, por ky varg nuk do të thotë se çdo kërkesë financiare nga një predikues ose një klerik është automatikisht justifikuar. Shërbesa do shoqërohet me ndeshmëri, maturi, transparencë, me një punë të vërtetë. Por jo vetëm institucioni kishtar duhet ta ndihmojë kleriku, siç e ndihmon, i jep rrogën, i jep ndihmë, por edhe komuniteti. Dhe komuniteti duhet të ndihmojë klerin, duhet të ndihmojë ata që shërbejnë në kish, sepse ata vetë shërbejnë, dhe kështu që është një ndjenjë mirënjohje ndaj atyre, por dhe një falënderim ndaj Perëndis, dhe ndaj institucionit dhe shërbëtorëve të Perëndis. Jemi në vargun 12, vargu i fundit për sot. Në qoftë se të tjerë kanë pjesë të kësaj të drejtë mbi ju, a nuk do të kishin ne shumë më tepër? Po ne nuk e përdorim këtë të drejtë, po durojmë çdo gjë që mos i vëmë asnjë pengesë ungjillit të Krishtit. Pra, apostulli Pavli përfundon me një logjik shumë të fortë. Nëse të tjerë kanë të drejtë marrin mbështetje nga ju, ekonomike, ne që ju kemi shërbyer në mënyrë apostolike, që ishit të para që përhapën ungjillin në Korint, të paktën kemi të njëjtën të drejtë, nuk kërkojmë më shumë. Pastaj vjen pjesa jashtëzakonisht e rëndësishme, por ne nuk e përdorim të drejtë.
Ktu Apostulli Pavli ndryshon nivelin e argumentimit. Ai thotë e kemi këtë të drejtë. Dhe jeni të detyruar shpirtërisht, moralisht, edhe sipas fjalës së Zotit, shkrimit të shenjtë, që të na ndihmoni ekonomikisht, si apostujt tuaj, si apostujt e Krishtit, si ata që themelosën këtë kishë. Por ne kemi zgjedhur një diçka tjetër, mos e përdorim. Pse? Për mos i vënë asnjë pengesë ungjillit të Krishtit. Ky është çesi për të kuptuar të gjithë këtë fragment. Çfarë thon etrit e kishës? Pra, në leximin patristik, ky fragment nuk është thjesht një argument për pagën e klerikëve, është kryesisht një mësim mbi dashurinë që ish dorë nga të drejtat personale për shpërtuar dhe ndërtuar tjetrin. Në traditën e komentimit të Pavlit, veçanërisht të Shënjë Angujartit, vihet në dukje mallështia e Pavlit. Ai kishte të drejtë të mbështetej nga Korintasit, por me vetdi e hiq dorë për asaj që askush mos e akuzonte se predikonte për përfitim, ashtu si bënin edhe kundërshtarët e tij nga xhelozia e smira. Kjo është shumë karakteristike si thotë Shënjë Angujarti. Apostulli Pavli nuk e mohon të drejtën, ai e tekalon të drejtën për shkak të dashurisë. Pra, dashuria, po nëse përdorimi i kësaj të drejtë pengon dikë të pranojë Krishtin, unë mund të hiq dorë për saj. Pra, kjo është një nga temat kryesore të letrës së Apostullit Pavlit. Edhe sot, kjo pjesë e Apostullit Pavlit interpretohet, do të thënë, të kesh një të drejtë nuk do të thotë se duhet ta përdorësh. Kjo është shumë kundër kulturës moderne. Sot shpesh mendojmë nëse kam të drejtën duhet ta kërkoj, por Apostulli Pavli na sjell një standard më të lartë që nxitet prej dashurisë. Ato ndihmojnë përdorimin e kësaj të drejtë të tjetrit. Dashuria ndonjëherë na bën të heqim dorë nga ajo që ligjërisht ose moralisht mund ta kërkojmë. Shërbesa shpirtërore nuk shndërrohet në biznes. Apostulli Pavli pranon mbështetjen materiale të shërbëtorëve, por vetë refuzon ta përdorë këtë të drejtë ku mund të bëhet pengesë për ungjillin. Prandaj kemi dy gabime të kundërta. Gabimi i parë, shërbëtori i Perëndis nuk duhet marr asgjë, siç mendojnë edhe disa njerëz, e ka për detyrë thonë ata. Dhe gabimi i dytë, shërbesa ime është mënyra për të pasuruar, dhe kjo është një gabim tjetër. Janë dy ekstreme. Kisha ka përgjegjësi ndaj atyre që shërbejnë, pra ky tekst në një farë mënyre është një udhëzim për institucionin kishtar për ndihmuar ata që shërbejnë, dhe institucioni kishtar përbëhet nga besimtarët, që do të thotë janë pjesa e komunitetit, besimtarët me të ardhurët e tyre ndihmojnë për mbarvajtjen e komunitetit. Nëse dikush po jep jetën, kohën dhe energjinë për të ushqyer dhe shërbyer në kishë shpirtërisht, kisha, flasim kisha nuk është vetëm ajo që ne mendojmë ndërtesa ose the klerikët, por kisha, gjithë komuniteti nuk duhet ta trajtojë atë sikur nuk ka nevoja materiale, sepse ai është njeri si gjithë njerëzit, nuk është një ëngjëll që nuk ka nevojë të hajë dhe të pijë gjërat e kësaj bote, por është njeri që ka nevojë ose në mund të ketë familje, prandaj duhet ndihmuar. Dy njerëz mund të bëjnë të njëjtën gjë, por me dy zemra krejt të ndryshme, mund të themi. Njëri mund të predikojë për para, famë, pushtet, ndikim, tjetri mund të predikojë sepse do Krishtin, do njerëzit, dëshiron shpëtimin e tyre. Mendoj që këtu ta mbyllim bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm, nuk na mbet gjë tjetër veçse të urojmë një tjetrin një të diel të bekuar.